Ekipi i televizionit Syri sonte ka vizituar disa lagje e fshatra të qytetit të Gjakovës, pra pikërisht këtu jemi në fshatin Osekpash, ku shumë pak kilometra ndan nga qyteti dhe se njëjti ende nuk ka ndryqim. Ekipi i televizionit Syri ka vizituar disa lagje dhe fshatra të Gjakovës, ku ka mungesë të ndryqimit publik. Banorët e lagjeve Armend Qymyri, Kol Leshi dhe fshati Osekpash thonë se gjatë natës lëvizin me vështirësi dhe se mungesa ndryqimit u rrit pa siguri. Mediumi ka drejtuar pyetje në zyren për informim në komunën e Gjakovës për të pyetur për situatën në fjalë, nga ku na është thënë se ekipet e mirëmbajtjes së ndryqimit publik janë në terren dhe po punojnë për rregullimin e ndryqimit, ndërsa ekipet do të shkojnë edhe në lagjet dhe fshatin e përmendur, sipas radhës së përcaktuar.